Eko Podcast. Prindërimi është një nga misionet më të shenjta që mund t'i besohet një zemre njerëzore. Është arti hynor i të rriturit një shpirt pa e kufizuar kurrë atë, ta mbash pranë, por edhe të mësosh ta lër të fluturojë. Të bësh prind nuk do të thotë të sjellësh vetëm një fëmijë në jetë, por të jesh një stre, të jesh dritë dhe të bësh rrënjë për atë fëmijë. Prindërimi nis si rrugtimi i dy njerëzve, i asaj për të bërë nën dhe i atij për të bërë baba. Po çfarë ndodh kur njëri prej tyre mungon? E gjithë barra e prindërimit do të bjerë mbi njërin prind, që do thotë një përkushtim 2 fish, një dashuri 2 fish, një barr 2 fish. Pikërisht sot në Eko Podcast do të flasim historinë e një gruaje, historinë e një nëne, e cila është pikërisht duke bërë një mision të tillë. Sot kam Enkeledën. Unë të falenderoj që je në podcast sot dhe të jam i njohur se që erdhe të ndash historinë dhe eksperiencën tënde këtu me ne. Faleminderit juve që më pjesë e podcastit edhe që më lejoni të ndaj këtë eksperiencë që ndoshta mund bëhet lehtësim për të tjerë që e dëgjojnë. Faleminderit. Si ka ndryshuar përditshmëria jote duke qenë se je tashmë një prind i vetëm në këtë mision duke rritur 2 fëmijë të tu? Është ndryshim drastik, me thënë të drejtën. Humbja e bashkëshortit 10 vjet përpara këtij momenti që ne po flasim, ka qenë një ndryshim 360 gradë i jetës time. Nuk mund ta tregoj me fjalë sot se sa i thellë dhe sa i rënd ka qenë si ndryshim. Unë me shaka them kam qenë pasagjer i lumtur deri në ato momente, sepse kisha gjithmonë shoferin e besuar në timon, dhe pastaj në të qindën e sekondës, sepse për punë minutash, është ndarë nga jeta, në të qindën e sekondës të ndryshon çdo gjë, çdo perspektive jote përmbyset, nuk di, ka qenë pastaj më është dashur të mësoj shumë gjëra që unë nuk i dija. Më është dashur të merrem me shumë gjëra që unë me cilat nuk merresha. Sepse në një marrëdhënie që ti e ke parë që e ke nisur si një marrëdhënie që çdo gjë do shkojë në sensin e fatgjatë dhe ju të dy jeni partner dhe unë vetëm shoh një marrëdhënie të tillë kishim. Ishim partner në çdo gjë, domethënë. Tani që ai nuk është, si e ke ndërtuar rolin aktiv të mungesës të babait me fëmijët dhe si është gjithë aktiviteti i jetës tënde duke filluar nga mëngjesi deri në fund të ditës me 2 fëmijë të cilët relativisht kanë edhe një moshë në një diferencë dhe ku e ndjen më tepër mungesën e figurës së babait? Atëherë po e nis nga fondi, mungesa më e madhe është mungesa e një zëri burrëror në shtëpi, e këshillës së babait që dihet ka peshën e vet dhe në një farë mënyre kur ti krijon marrëdhënie të tilla që ai është autoriteti parsor në familje, atëherë mungon ajo pesha e fjalës. Megjithatë, do të tregoj një episod të vogël pasi u bën të 40-at e tim shoqe. Unë marrë të 2 fëmijët, deri në ato momente e kisha mbajtur patentën si aksesor në portofol, dhe nuk e kisha përdorur. Dija ta ngisja makinën, marrë të 2 fëmijët në makinë dhe i them sot do shkojmë për trek. Dihet që në një qytet të vogël, pasi është kaq shkurt mbasi ka ndodhur një fatkeqësi në familje dhe ti të dalësh si grua bashkë me fëmijët vetëm, duket sikur kush e di se çfarë po bën sakrilegj në ato momente. Dhe të parat që e shprehen këtë kanë qenë prindërit e mi, që unë e dua fort. Çfarë mendonin ata, çfarë prisnin? Sepse prisnin që unë të paktën një vit deri një vit pas vdekjes tim shoqe do rrija mbyllur brenda. Nuk duhet të kjo ishte mendësia që duhet rrija veshur me të zeza komplet, nuk duhet isha ajo gruaja që jeton me fëmijët e vet. Në fundit jeton, asgjë më shumë. Dhe mbaj mend që marr djalin dhe vajzën e çojmë në një pizzeria aty afër në Lushnjë. Ulemi në tavolinë, unë kam marrë një kafe dhe kam ngrënë se ç'ka ngrënë ti apo dikush tjetër që s'ishte me ne në ato momente. Djali dhe vajza porositin picën edhe djali 5 vjeç më thot, ma thot,
Do me thënë, këto do jenë dreka tona familjare. Dhe unë që i them pozër me mamet. Këto do jenë dreka tona familjare. Babi nuk e kemi si prezencë me ne fizikisht, babi është gjithmonë me ne prezent në shpirt, sepse ne do i kujtojmë gjithmonë historitë, ato gjërat e bukura që kemi bërë bashkë dhe etj etj. Por tani e tutje këto do jenë dreka tona familjare. Dhe unë gjithë atë vitin e parë të paktën pas vdekjes së tim shoqe jam përpjekur që ata të paktën emocionalisht, financiarisht mos ndjenin mungesën e tjatit. Sepse populli ka një shprehje, ka ca shprehje shumë të bukura populli jonë dhe unë ja dua fort. E para thoshte ime gjyshe duhet të rrisësh një fëmijë është si të ngresh një kishe një xhami, thoshte. Do të thotë që ti ke vërtet vullnetin të bësh diçka të madhe. Dhe e dytë, ndërsa anglezi thotë që it takes a village to raise a child, që do të thotë duhet një fshat për të arritur një fëmijë. Do mbështetje, shkurt muhabeti. Dhe tjetra pastaj ka shprehjen tjetër që thotë baba të lë fukara, nëna lë jetim pastaj. Duke qenë se më përmende faktin që prindët e tu u çuditën nga mënyra se si dole i more për drek fëmijët. Pse mendon se është i paragjykimi i grave të cilat bashkëshort ju ndron jetë dhe ata duhet të ndryshojnë totalisht stilin e jetesës? Këtë nuk di të ta them. Unë di të them që unë kam luftuar kundër kësaj. Pse? Kam luftuar sepse doja që fëmijët e mi të jetonin. Se ndonjëherë ne shohim me atë idenë që iku një njeri nga shtëpia, pra nuk jeton më. Dhe i bie që njerë ai që iku dhe të gjithë çajin hallin e atij që iku, por askush nuk kthen syt tek ata që janë pas, tek ata që e vuajnë si hall këtë. Dhe mua më është dashur të luftoj shumë me këtë pjesë, jo se nuk i dua njerëzit, përkundrazi. Prindërit e mi i adhuroj sepse ata janë pasqyra ku unë shihem kur shoh marrëdhëniet njerëzore, kur shoh se si duhet jetë një çift në praktik, si vjet bëjnë 50 vjetorin e martesës prindërit e mi. Prandaj i dua fort. Por njëkohësisht edhe vjerin me vjerën i kam respektuar dhe i kam dashur gjithë kohën. Dhe ka qenë një moment që më është dashur ti kundërshtoj për këto mendësit që kishin. Sepse gjithmonë është ideja që po tani do kufizohesh, jo po tani nuk mundesh. E di çfarë dua të më përmendesh disa nga këta mendësi ose nga këto paragjykimet të cilat të kishin prindrit ndaj teje pas humbjes së bashkëshortit. Kush ishin këto? Ka qenë një moment që unë shikoja rrobat pas vdekjes së tim shoqe, shikoja rrobat e dollapit, garderobën. Dhe filloj të nxjerr me atë mendjen dhe atë valën e djegjes së shpirtit që kena në ato momente të para të humbjes. Filloj të nxjerr gjithë rrobat me ngjyra nga dollapi dhe ti palos ti vë më njan. Dhe ime më që ishte aty mrinte në këmbë dhe thoshte, po nuk e që do tani, s'ke pse i mban më këto, sepse ti nuk do heqësh zi nga agencën, thoshte mua të bashkëshortit. Dhe vajza ime ka qenë momenti i parë që ka shpërthyer dhe i ka thënë, moj nëna, a jenë të rezi çfarë je duke thënë? Pse gjithë jetën kështu me Ceza do ta shohim në mamit? Momenti tjetër që jo, po pse do dalësh dhe si do dalësh me fëmijët, sepse është turp të shohin ty, është gjithmonë ajo ideja që është turp të e shofi bota. Bota nuk po jeton jetën time. Bota nuk po rrit fëmijët e mi. Bota nuk po shikon vuajtjen që po përjetojnë çdo natë fëmijët e mi nga mungesa e babait. Bota ishte 40 ditë aty me ne, por ne nuk e hedh poshtë faktin që kemi edhe ca 3 ditë të bukura që mbështetet emocionale që do të rrinë në kohë të parë të humbjes së njeriu. Në ato ditët e para të humbjes së familjes, ke mbështetjen emocionale të njerëzve të fisit, po njerëzit vinë edhe për detyrë, jo se e kanë, se e ndjejnë vërtet. Nuk e të poshtë faktin që një vit rresht prindrit e mi vinin për ditë në shtëpinë time, që të rrinin me fëmijët, që ti mbështesnin fëmijët e mi, që të mos ndjenin mungesë. Kjo po është gjë e bukur. Por fakti që ti më thua, jo po është turp të shohin që ti po heq bluzën e zezë dhe po vesh një bluzë me ngjyrë, ka vënd kutri. A kishte ndonjë njeri në jetën tënde që përveç se të shikonte veshjen në rrobat e zeza, të shikonte edhe atë zinë e shpirtit ose atë vuajtjen që ti kishe brenda shpirtit tënd? Kishte ndonjë njeri brenda familjes ose në rrethin shoqëror që ta shikonte dhe ta qante hallin? Nuk kam patur goxha miq, më thënë, edhe familjarë dhe miq vërdall që më kanë mbështetur edhe më kanë ndenjur pranë, por i mbir ishte i pari që filloj kundërshtit me këtë gjendjen e të zezës.
Ditët e para, filloj të më shite. You look so ugly. Why don't you put on some makeup? Duke shka ishe shumëtuar, sepse ai nuk fliste në Shqip me mua, fliste në anglisht që s'kohën. Pse nuk vë ca tualet? Pse nuk bën pak tualet? Si mund të shpjegoj një fëmijë 5 vjeçar që mami nuk mund të bëj tualet, sepse tani e veshur me ceza është turp të çohen nga unë. Zemra mami më bën alergji tualetit tani, nuk mundem këtë periudhë kohe. Sepse fillon më kryet lëkura, i jepja shpjegime. Ndërkohë pastaj kur u bë, kaloi dhe ca kohë. Ma je bërë si shtriga, unë nuk të shoh dot me sy. Dhe ka qenë ai arsyeja më e fortë pse unë ndryshova, sepse me traditën ortodokse, e veja duhet të 3 vite me rroba të zeza. Po 3 vjet janë kohë gjatë. Në kandidat është dashur ty të konsultohesh ose të kesh të ndjekësh ndonjë terapi në psikolog për vetë situatën që tu krijua pas humbjes së bashkëshortit. Kjo për të qenë ndoshta edhe më e fortë për të përballuar jetën vetëm me fëmijët e tu. Me thënë të drejtën, kam përshtypjen që i përkas atij brezi që besojmë akoma që njeriu duhet ta gjejë forcën brenda vetes. Dhe unë kam gjetur të vetja dhe të Zoti forcën. Duke i besuar Zotit, kam gjetur forcën. Cila ka qenë mbështetja më e fortë për të cilën ti ke patur nevojë, ajo për të cilës kishe pritshmëri, qoftë edhe nga ana institucionale, por qoftë edhe nga rrethti familjar? Nga ana institucionale, pritshmëritë u pren që në momentin që bëm aplikimin për pensionin e tim shoqi. Më shoqi kishte 21 vite punë ato kohë që ndroi jetë. Ishte mjek dhe në momentin që ti merr atë pensionin familjar, domethënë se kështu e quajnë pension familjar. Dhe ti shikon që ligji i jep një nëne që punon vetëm 25% të pensionit të tjatit për secilin nga fëmijët, dhe në rastin tim 2 fëmijë marrin gjysmën e pensionit të tjatit. Që ishte asgjë në atë kohë, domethënë. Kështu që nga ana institucionale unë i mbylla aty pritshmëritë. Tash shteti ynë e ka ndarë mendjen që nëse ti je një nën që punon, që ke patur një bashkëshort që ka patur një punë të mirë, relativisht të mirë, dhe fëmijët e tu janë mësuar me një standard jetese që është ai që është. Dhe shteti kujdeset që të thotë shiko, ti duhet mësohesh ta ulësh standardin, duhet mësohesh të jetosh me një rrogë, dhe me atë rrogë, domethënë, ti t'ja dalësh të mbash po atë standard jetese që ke patur, por që nuk e di. Çfarë do të thoje ti në këtë rast? Kush është revolta jote dhe nëse do të kishe një kërkesë pikërisht për këtë problematik, si do t'ju drejtoj institucioneve? Institucionet, shteti ynë duhet të shikojë legjislacionin një herë në mbështetje të nënave të vetme. Nuk ka rëndësi nëse janë të ve, nëse janë të divorcuar, apo janë thjesht nëna që janë bërë nëna edhe pa qenë në një lidhje martesore. Institucionet duhet të shikojnë legjislaturën. Ligji duhet patjetër të rishikohet, sepse është mbështetja është thuajse zero. Ndërsa për sa i përket familjarëve, nga familjarët ti nuk pret anën një mesën financiare në këto raste, pret një mesën emocionale. Dhe unë duhet të them vetëm këtë që shumica e tyre që ndoshta kanë qenë miq të familjes, bëjnë thjesht detyrën deri në ato momente. Pastaj shumë të pakët janë ata, dhe në këtë moment unë duhet të falenderoj shokun e ngushtë të tim shoqi, me gjithë nusën e tij. Të dy bashkëshort, ata janë të mrekullueshëm si çift, na kanë ndenjur afër duke mos na cënuar atë dignitetin, por duke ruajtur miqsinë e vjetër që kemi patur ne, atë miqsinë e bukur 30 vjeçare. A ka patur momente në jetën tënde ku të dashur të marrësh ndonjë vendim shumë të rëndësishëm, që po të ishte bashkëshorti, domethënë ka qenë një vendim që duhet të merrej në dy palë. Dhe kush ka qenë ky vendim? Vendimi më i vështirë tani, duke qenë se fëmijët e mi janë relativisht të rritur, dhe kur them relativisht të rritur, vajza filloi shkollën e lartë në 2020-ën. Dhe vendimi më i madh ka qenë
ndrimi i shtëpisë, ndrimi i qyteteve, kalimi nga një qytet në tjetrin, nga Lushnja në Tiranë, ky ka qenë vendimi më i madh. Përpara se të merrja këtë vendim, u lesh merrja një vendim që të bleja një shtëpi në Tiranë. Dhe është një vendim shumë i madh për një mama që nuk ka mbështetje tjetër veç veten e vet. Dhe mirë po ne në kohën që ndroi Edi më shoqën e saj kishim shlyer shtëpinë që blem në Lushnjë. Sepse ishim çift që e nisëm çdo gjë nga Luka, nga Piruni. Ata çiftet që i nisin të gjitha gjërat bashkë dhe janë shumë të lumtur që i kanë bërë çdo gjë me forcat e tyre. Dhe mua më dukej sikur po bëja një tradhti në këtë rast, si do ta lë, si do ta shes këtë shtëpinë ku kam rritur fëmijët, ku jam bërë shumë gjëra. Dhe që të marr guximin që të marr një shtëpi në Tiranë. Dhe shtëpinë në Tiranë atëherë e kam marrë sepse doja që vajza të ishte e qetë. Edhe nëse do isha bashkë me tim shoqë një gjë do kishim bërë të dy bashkë. Edhe gjithmonë kam menduar që okay, vendimet që po i marr njësoj sikur do bëja po të kisha edhe agencën krah, domethënë çdo gjë, çdo vendim është i menduar sikur është marrë në çift jo vetëm nga unë. Sa punë bën Keleda për të mbajtur familjen e saj? Momentalisht 2 punë. Punën për ditë si mësuese dhe pastaj dua apo s'dua, pas ditën në një qendër që kurse është më thënë mësim dhe aty. Ja del dot është e vështirë të menaxhosh me të gjitha kërkesat të cilat ka dhe një qytet si Tirana, që është një qytet me shpenzime goxha të larta, mund të themi. Janë fëmijët të angazhuar në mbështetje financiare në familje? Për momentin jo, sepse vajza është në përfundim të shkollës së mjekësisë. Por përballon gjitha vet. Për momentin i përballon gjitha vet. Për momentin i përballoj unë. Është e vështirë Keleda, domethënë ja arrin dot i përmbush të gjitha kërkesat që ke nevojë si familje? Kërkesat përpiqem që t'i përmbush. Ka momente që ulemi bisedojmë të tre bashkë dhe themi shiko, këtë muaj nuk e bëjmë dot këtë gjë, që edhe pse do donim shumë të bënim, por duhet të menaxhojmë më ndryshe gjërat edhe do mendohemi. Kjo nuk më duket gjë e keqe. Unë, me thënë drejtën, nuk jam financiare shumë e mirë. Por duke pas parasysh që jam një mamë që po përballoj një kredi, po përballoj një jetesë në Tiranë, domethënë, ka vështirësitë e veta puna. Megjithatë, nuk do veproja dot ndryshe, domethënë, që të mos punoja 2 punë, po të prisja me sytë dhe duart nga qielli. Është e pamundur, as nuk e konceptoj dot. Mes gjithë këtyre peripecive në të cilat ndodhesh si nën e vetme, duke përballuar jetën financiare tashmë 2 fish, çfarë politika do kërkoje ti të ishin ekzistente që mund të vinë në ndihmë nënave të vetme? Për te i vetes, kur mendoj gjendjen financiare, nuk mendoj më veten time, domethënë sepse unë kam një punë, por mendoj ato nëna të cilat përveç humbjes së bashkëshortëve, dhe që mund t'i kem pasur në punë të pasiguruar ata bashkëshortë, nuk marrin dot asnjë pension sa do të vogël nga qeveria. Çfarë ndihmë u ofrohet këtyre nënave që mund të jenë duke rritur 2, 3, 4 fëmijë, nuk e di. Dhe kur mendoj këto nëna kështu, këtu më vjen të ulë ras, sepse e di që nuk ka asnjë lloj politike sociale në mbështetje të këtyre kategorive. A mund të konsiderojmë këtë lloj kategorie si një kategori e diskriminuar? Për mua është plotësisht e diskriminuar. Sepse nuk është se kanë të drejta të kërkojnë edhe të hapin gojën të kërkojnë. Ose për mua do ishte e hajrit ti siguroje një punë, ti sigurohesh në të ardhur shtesë, ti siguroje një banesë nëse do ishte e nevojshme që të kishe një banesë. Nuk e di se çfarë shteti nuk e di, ka një mënyrë që mund ta përdori ato politikat e veta sociale. Nëse do të punojë në drejtimin e duhur. Ti the që ke vetëm 3 vjet që je vendosur nga Lushnja në Tiranë. A ndryshon ky koncepti të qenit një nënë e ve në një qytet të vogël si Lushnja, ku lëviz në qytet të madh? Ke pasur paragjykime në Lushnje si nënë e ve? Ndoshta shumica e njerëzve duke më njohur edhe nuk e kanë shprehur paragjykimin, por ka qenë një moment shumë i lezetshëm, një ish komshie jone. Ne unë e përmenda pak më parë që ne kemi qenë çift i ri që kemi nisë nga Luka nga Piruni dhe 5 vitet e para të jetës sonë martesore kemi qenë me qera në një shtëpi afër prindërve të mi. Dhe aty kishim komshi normalisht.
Në një nga këto momentet, pastaj në blem shpinë tonë, ruam vendin, dhe në një nga këto momentet që unë dola pasi kisha heshur zinë, më shej një nga ish komshije tona aty dhe ua, me habin më të madhe, pas ka heshur zinë ti? I thash, po e hoqa, thash, ka në një gjë, thash? Me qëtësi, jo, tha, nuk ka gjë, tha, e pa që unë ja këteve shkurt përgjigjen edhe, jo, tha, nuk ka gjë, tha, po, thjesht pyeta, e hoqa, thash. Kaq. Edhe iku ky moment. Pas të kohë është ndryshon rrota, sepse bota është portokall, thot populli, rrotullohet, edhe të gjithë do t'i marrin erë nga pak. Ndodh që zonjës veti ndron jetë bashkëshorti dhe e takoj pas kohësh të historisë, i kishte hequr rrobat e zeza. Por nuk i thash gjë me thënë të drejtën, thash Lore se nuk ja vlen të flasësh më. Edhe e dyta pastaj ç'a ndryshon nga Tirana. Qytetet e vogla mbyllen shpejt. Unë duke pas gjithmonë 2 punë, më takonte ta bëja pazarin, shtëpinë e kisha shumë afër me supermarketin aty, por ta bëja në 8 darkës. Supermarketi mbyllej në 9. Dhe unë isha vetmja grua që më vraponte. Me vrap bënte pazarin në supermarket dhe ngjitej në shtëpi. Shtëpia 50 metra, 100 metra ti bësh qefin larg supermarketit. Dhe në qytetet e vogla në dimër sidomos, është dukesh si UFO kur ti del. Sepse njerëzit janë mbyllur në 7:30 maksimumi dhe mund të shofësh vetëm në i burg, kështu që lëviz tek. Kur një grua që është kur një grua e vesh, duket që del në 8 darkës pun pazaret në supermarket, duket si UFO. Po kjo, ç'a bën tani natën që ka dal? Pse duhet të dal? Çfarë mesazhe do t'i japësh të gjithë atyre grave të cilat ndodhen në të njëjtën situatë si jotja? Se çfarë janë duke përjetuar për shkak të humbjes, këtë e kuptoj shumë mirë, sepse kam hequr në lëkurë. E di ç'do të thotë, të tiki gjysma jetës, shpatulla ku mbështetesh, zëri që të zgjon edhe etj. Por dhe që jeta vazhdon dhe ka jetë edhe përtej humbjes, ka. Kështu që duhet me gjitha forcat përpiqen të gjejnë jetën për veten dhe për fëmijët e tyre. Enkeleda, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe ndave historinë tënde dhe unë shpresoj që e gjithë kjo thirrja jote që ti bëre, qoftë për institucionet, qoftë edhe për nënat e vetme, të jetë një mesazh i vyer dhe të shkojë në vesh të atyre që duhet të lëvizin për të mbështetur këta gra. Shpresojmë që po, sepse ka qenë një nga ato gjëra që më ka cimbisur shpirtin që kur më ndodhi mua vetë fatkeqësia, kështu që shpresojmë që të bëhet diçka e mirë për nënat. Të falenderoj. Faleminderit juve.